Një episod i bujshëm diplomatik ka ndjezur debatet në mediat ndërkombëtare dhe ato serbe, pasi presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nuk arriti të takojë me ish-presidentin amerikan Donald Trump në një ngjarje private në Florida, ndërkohë që zyrtarisht u raportua se Vučić u kthye me urgjencë në Beograd për shkak të një sëmundjeje të papritur. Burimet e afërta me ngjarjen kanë zbuluar se arsyeja e vërtetë ishte ndalimi i hyrjes në kompleksin ku zhvilloi aktiviteti. Vendimi marrë nga një figurë shumë e fuqishme në orbitën e Trumpit, Suzy Wiles. Por kush është gruaja që mbylli derën në fytyrë kreu të shtetit serb, duke prishur planet për një fotografi me ish-presidentin amerikan? Një stratege e ftohtë dhe me përvojë me pushtet, Suzy Wiles është një nga figurat pa me ndikim në fushën e politikës amerikane, megjithse për publikun e gjerë emri i saj mund të mos jetë aq i njohur. Ajo ka drejtuar për gati një dekadë firmën lobuese Ballard Partners, një prej firmave më me ndikim në SBA, e lidhur ngushtë me qarqet republikane. Wiles nuk është thjesht një zyrtare apo ndihmuese politike, ajo është mendja strategjike pas sukseseve të mëdha të Donald Trumpit në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 dhe 2020. Trump ka pranuar publikisht se pa ndihmën e saj nuk do të kishte arritur atë që ai e ka quajtur një nga fitoret më të mëdha politike në historinë e SBA-s. Emërimi i saj si shefe e kabinetit të Trump e bën atë gruan e parë në këtë pozicion në historinë politike amerikane, një sinjal i qartë i besimit të pakushtëzuar që Trump ka ndaj saj. Për më tepër, pozita e saj i jep kontroll të plotë mbi agjendën dhe takimet e ish-presidentit, si dhe mundësinë për të selektuar se kush ka akses pranë tij. Një vendim i qëllimshëm ndaj Vučić. Sipas ish diplomatit serb Nebojša Vujović, Vučić nuk ishte llogaritur me saktësi pasojat e përpjekjeve të tij për të fituar përfitime politike përmes një fotografie me Trumpin. Ai pretendon se qëllimi i Vučićit ishte që me një foto të tillë në Florida të zbos presionin nga Bashkimi Evropian dhe njëkohësisht të forcojë kanale drejt Moskës, por përpjekja për të pozicionuar mes Trumpit dhe Putinit dështoi. Sipas burimeve të brendshme, Suzy Wiles ishte ajo që vendosi ta përjashtonte Vučićin nga ngjarja, pavarësisht se ai kishte paguar për të qenë i pranishëm. Ajo ndaloi hyrjen e tij, duke konsideruar pjesëmarrjen e presidentit serb si një rrezik për imazhin dhe interesat politike të Trumpit në prag të zgjedhjeve. Një grua që njeh lojrat të pushtetit, vendimi për të mbyllur derën përballë Vučićit nuk ishte vetëm një akt i ftohtë burokratik, por një lëvizje e mirë llogaritur politike. Wiles e di se në botën e politikës së lartë çdo imazh, çdo takim dhe çdo lëvizje ka peshë të madhe. Duke mos e lejuar Vučićin të përfitojë nga një moment me Trumpin, ajo i dërgoi një mesazh të qartë: nëse do të marrësh vëmendjen e presidentit, duhet më shumë se një pagesë, duhet të jesh pjesë e agjendës së tij strategjike. Për Vučićin, kjo përvojë shërben si një kujtesë e dingshme, se në politikën globale raportet personale dhe ndikimi diplomatik nuk blihen lehtë, veçanërisht kur në derën e pushtetit qëndron një grua si Suzy Wiles.